Shkaku pse fillon pa bismillah ka më shumë se sa një mendim të ulemave, se surët e Tobe fillon me ajetin quhet ajeti shpatës, me përdorimin e forcës kundër paganëve. Ajetet të cilat flasin për përdorimin e forcës, sikur kë, nuk përputhen, nuk përkojnë me Bismillahir-Rahmanir-Rahim, sepse bismillah dhe qëto, po Ar-Rahman-Ar-Rahim është rahmet. E rahmeti dhe përdorimi i shpatës nuk përkojnë. Surët e Tobe është e vërtetë se është vetmja sure e cila fillon pa bismillah dhe shkohet drejt në bara'atun min Allahi wa rasulihi lilladhina ahadtum min al-mushrikin. Shkaku pse fillon pa bismillah ka më shumë se sa një mendim të ulemave. Mendimi më i njohur është se surët e Tobe fillon me ajetin quhet ajeti shpatës, me përdorimin e forcës kundër paganëve. Ajetet të cilat flasin, të cilat e ndajnë, o janë pikë ndarëse, mes paganëve të cilët deri sot, deri në këtë kohë, deri në kohën e zbritjes së ajeteve, e sundonin Mekën e shenjtë, Ka'bën e bekuar, dhe kishin njëllosur shtëpinë e Zotit me idhje me statuja, dhe tani më zbritën ajetet koranore, dhe pasi që mbizotruan Ka'bën muslimanët, e shliruan muslimanët, erdhi pejgamberi muslimanët, dhe ju bë ndaluar jo muslimanëve që të futen në te, dhe Allah Azza wa Jall sqaron dispozitat. Ajetet të cilat flasin për përdorimin e forcës, sikur kë, nuk përputhen, nuk përkojnë me Bismillahir-Rahmanir-Rahim, sepse bismillah dhe qëto, po Ar-Rahman-Ar-Rahim është rahmet. E rahmeti dhe përdorimi i shpatës nuk përkojnë. A nëse në mënyrë indirekte, a e mund vlerësohet rahmet. Mënyrë indirekte, por jo, mënyrë direkte dhe jo në shikim të parë. Se fjala vjen dëshkimet atje dhe kjo pjesë e ndëshkimeve në legislacionin islam, po dhe ligjet e tjera të dunjas tek ata që nuk gjykojnë me islam. Ndëshkimet quhen ndëshkime sepse ndëshkohet robi psikikisht e fizikisht në forma të ndryshme, provohet për lirisë e tjerë, e që nuk përkan me rahmetin me mëshirën e njeriut ndaj njeriut, por në mënyrë indirekte mund të jetë rahmet për te, sepse qenën burgate, hajnin, e manë në burg një kohë, ose rrih me dajak, e pastaj ai me lidh men dhe hera tjera nuk vjedh. Pra i boni hajrë. E ke boni hajrë është rahmet. Por kjo është mënyrë indirekte, nuk është drejt për së drejti. Pra ta nuk e thuhet dikujt po të më shërej po të rrej, nuk thuhet kështu. Po të më shërej po të ndeshkoj, nuk thuhet. Pra emri i Zotit, Ar-Rahman-Ar-Rahim, dhe emrat e Allahut nuk përkojnë me përdorimin e forcës. Andaj nuk përdoret, to nuk është se Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Kjo është një. Tjetra thuhet, është tjetër verzion, se surët Al-Anfal dhe surët e Tobe, Al-Anfal është më herët, pasi surët Tobe janë ngjitura, janë një. Kështu që ka më shumë se sa një mendim, pse nuk fillon surët Tobe me Bismillah.